në qoftë se po them në kohën që unë isha adoleshent, kur thyet ai miti i prindit si figura perfekte e përsosur, autoriteti më shumë. Autoriteti dhe prindi të duket si një idiot. Sot ndonjëherë kam përshtypjen që një pjesë e prindërve ndoshta janë vërtet pak idiot në thonjza, në sensin që nuk arrin të kuptojnë asnjëherë fëmijët e tyre. Çdo gjë në këtë jetë mësohet. Pra, nëse ti ke dëshirë ose ta vëzhgosh fëmin tënd, ti rish për mrapa dhe të kuptosh botën e tij, çdo gjë do ta mësoje. Pra nuk është as pak e vështirë që ta ndjekësh fëmijën tënd. Pastaj kemi edhe raste që kemi edhe prindër që janë bullizuar dhe nuk e kuptojnë për shembull për ta parandaluar këtë gjë të fëmijët tyre, se kemi raste nga më të ndryshme. Pra ne flasim për një model kryesor, po të futesh thellë kemi edhe prindër që janë të abuzuar, janë bullizuar, janë të vetmuar. Pra fëmijët janë një pasqyrë e familjes. Dhe prandaj ne si psikolog bëjmë gjithmonë thirrje dhe dalim flasim që duhet kërkoni ndihmë. Pra nëse ti si prind vet nuk mundesh, mund kërkosh ndihmën e një mësuesi, pra një psikologu në shkollë, një psikologu përtej shkollës. Ndihma është shumë e rëndësishme. Pra ty një psikolog dhe mund të orientojë për gjërat që ti të mungojnë ose mund t'ja kërkosh pra fëmijës tënd. Mund të parandalosh shumë gjëra.